Të shtyra në mosh, por me këngë e vallëzim e festuan 8 marsin, pensionistët të Gjakovës. Dikur kontribuse të zonja në fushat të ndryshme ku ato punuan e vepruan. E tash festën e gruas e kërmtojnë bashkë me antarët e shoqatës së pensionistëve. Dukeshin mjaft të kënaqura për këtë aheng që u organizua pikërisht në ditën e festës së 8 marsit. Ato u shprehen se aktivitetet të tilla duhet të mbahen më shpesh, që edhe të moshuarit të mund të argëtohen sadopak. Është festë e rëndësishme për shkak drejtave që kanë lyp për gratë, po mu qëta shoka mdokë që boll kemi drejta. E kemi arrit ato kërkesat e Klara Qetkin e Roza Luksemburgu që kanë lyp drejta. I kemi arrit gjitha. Veç për na vyn punësimi i trive, ka nevoj për aktivitete, atë sa kemi edhe fuqi, atë sa kemi mundësina me bo aktivitete, për ndryshe jo që s'na ofrohen. Festën e 8 marsit e uroi kryetarja e shoqatës Kimete Ymeri, e cila theksoi se janë munduar të organizojë të paktën këtë aheng, që ta festojnë sa më mirë këtë ditë. Për të gjitha femnat, e sidomos për pensionerët, kom një urim të madh. Ju dëshiroj shëndet, mas pari se pensionerët e kanë shëndetin pak mashtu, ju dëshiroj shëndet, edhe sa më shumë të argëtohen të kujdesen për vetveten, sepse për pensionistat sot askush nuk përkujdeset. Për argëtimin e tyre u përkujdes grupi muzikor Asheket nga Gjakova, të cilët me muzikë të përpunuar qytetarë i argëtuan të pranishmit.